Përshëndetje të nderuar shikues të Infodes, mirë se po takohemi edhe sonte për të folur për të gjitha të reja që kanë karakterizuar vendin ton. Fillimisht do të flasim për mbledhjen e qeverisë së mbajtur sot, pra mënyrën se si po shkon mbarvajtje e gjithë kësaj mbledhje. Është dashur të mbahet mbledhja edhe përkundër dorëheqjes së zotrit Kurti Didje, së bashku me të gjithë ministrat, ku mandje atje u morën edhe disa vendime. Për të folur për gjitha këto çështje kemi të ftuar zyrtar nga KDI, avokat dhe analist politik, të cilët do të na njoftojnë më shumë rreth të gjitha zhvillimeve politike në vend. Albin Kurti tha se kërkesa dhe insistimi i partive opozitare për të lënë, siç tha ai, shtëpinë pa zot shtëpie është i pamatur. Kështu deklaroi Kurti një ditë pas mbajtjes së seancës konstituive, ku partitë opozitare kërkuan nga kryeministri në detyrë dhe kabineti qeveritar që të jap dorëheqje formale për të votuar raportin për verifikimin e mandateve të tyre si deputet. Konstituimi i kuvendit dje u pamundësua sepse partitë opozitare PDK, LDK, Lista Serbe dhe ALK nuk votuan për verifikimin e mandateve të tyre si deputet. Në thelb, ata që nuk pranuan që formalisht ta marrin mandatin e deputetit, po kërkojnë nga unë që formalisht të mos jem kryeministër. Qeveria jonë, ky kabinet qeveritar, është në detyrë dhe efektivisht i dorëhequr që nga 23 marsi i këtij viti, kur edhe e kemi përmbushur mandatin e rregullt dhe të plot 4 vjeçar. Më shumë se kaq, nuk është e mundur të jepet dorëheqje. Më shumë se kaq, do të ishte braktisje e institucionit. Do të ishte vakum institucional, pa përgjegjësi politike dhe rrezikim i sigurisë kombëtare. Është kërkesë dhe insistim, e thënë së buti i pamatur, për të lënë shtëpinë pa zot shtëpie. Në adresim për media, Kurti potencoi se mbledhja e sotme e qeverisë është lejuar dhe sipas tij e detyrueshme sipas ligjit. Mbledhja sot dhe ushtrimi i kompetencave të tjera qeveritare janë plotësisht të lejueshme, madje edhe të detyrueshme sipas ligjit. Pra, ne kemi funksione të kufizuara, por asesi nuk mund të ketë ndalim funksionimi. Pra në historikun ton të formimit të institucioneve, kemi shembuj nga e kaluara, kur një qeveri e udhëhequr nga PDK, ndonse me kuvend të shpërndar, një qeveri e udhëhequr nga ALK, ndonse e dorëhequr, dhe një qeveri e udhëhequr nga LDK, ndonse e shpallur si e jashtëligjshme, kanë qëndruar në detyrë deri në formimin e qeverisë së re. Por një qeveri e udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje, ndonse ka përmbushur mandatin e saj të rregullt 4 vjeçar, na u dashka të largohet nga zyrat e saj një orë e më parë. Në mbledhjen e sotme të qeverisë është emëruar drejtori i bordit të ndërmarrjeve publike, kompania regionale e ujësillësit Hidrolegioni Jugor në Prizren. Ylbert Elshani do të jetë kryesues, disa anëtar të tjerë Agim Muçaj, Selvete Gjikolli, Sulejman Gashi. Përveç kësaj, kabineti qeveritar ka miratuar huamarrjen në vlerë prej 10 milion euro të ndërmarrjes publike Telekomi i Kosovës. Ministri në detyrë i financave, punëve dhe transfereve, Hekuran Murati, tha se kjo ndërmarrje i kishte vështirësi të shumta për shkak të abuzimit dhe keq menaxhimit nga qeveritë e kaluar. Plani synon jo vetëm zbatimin e obligimeve tona politike dhe institucionale, por edhe ndërtimin e një shoqërie të barabartë dhe të drejtë ku komunitetet rom dhe ashkali nuk trajtohen si kategori të veçanta, por si qytetarë me të drejta të plota dhe të garantuara. Sipas tij, ndonse Telekomi i Kosovës tashmë ka filluar të kthjellët, duke miratuar kredia prej 10 milion euro në mënyrë që të rritet dhe të vazhdojë investimet në të. Deputeti i zgjedhur i vetëvendosjes Hekuran Murati ka komentuar zhvillimet e fundit politike pas dështimit të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Ju po besoj gjithë ishit dëshmitar të asaj çfarë ndodhi ditën e djeshme, pra për herë të parë Kuvendi në këtë rast si tërësi, megjithse ne, pra deputetët tanë votuan pra atij raporti, por shumica e deputetëve të Kuvendit votuan kundër. Pra kjo nënkupton refuzim
të pranimit të rezultateve të certifikuara nga KQZ. Se si shkohet tutje, pra mbetet të shihet në vazhdim, po besoj që kryesuesi i seancës deputeti Zotri Dehari ka paralajmëruar që do t'i drejtohet presidencës në lidhje me sqarimet e nevojshme pra se si shkohet tutje. Mirë po mendoj që tashmë jemi në territor të pashkelur, sepse siç u tha, një gjë e tillë nuk ka ndodhur më herët. Pra çka nënkupton kur deputetët, kuvendi votojnë kundër mandateve të tyre. A i bje kjo që ka dështu konstituimi kuvendit dhe nuk mund vazhdohet tutje, pra duhet kemi një proces të rizjedhor. A i bjen kjo që deputetët që kanë votuar kundër tash duhet të tërhiqen dhe të lirojnë vendin për kolegët e tyre brenda subjekteve, apo është ndonjë zgjidhje tjetër, pra kjo mbetet të shihet në vijim. Por gjithsesi, synimi ynë, pra si lëvizjeve të vendosin këtë rast, por edhe si qeveri jemi të përkushtuar që të vazhdojmë, të sigurohemi që vendi ka institucionet e veta dhe sa më parë ketë një rilegjitimim përmes një procesi në kuvend, pra ku do të formohet qeveria re, qeveria Kurti, si fitues të zgjedhjeve. Poshtë Murati është pyetur se me kë do të formohet qeveria re e vendosjes. Që janë procedurat në vijim. Pra fillimisht para se të vijmë tek votimi i qeverisë, kemi këtë çështjen e raportit, pra këtë ngërçin që u krijua dje. Në rast se shkohet tutje, pra mundsohet betimi i deputetëve në suaza, pra në një skenar të tillë kur gjendet një mënyrë se si shkohet tutje dhe mundsohet betimi i deputetëve, fillimisht kemi konstituimin e kuvendit. Pra do të jetë vota për kryetarin e kuvendit dhe për kryesinë në tërësi, pra nën kryetarët. Pastaj kemi mandatimin e kandidatit për kryeministër nga presidentja dhe tek pastaj është afati pra kushtetues 15 ditor që parasheh formimin e qeverisë. Pra tek atëherë mund të flasim për këtë çështje. Ndërkaq votimi i djeshëm çka parasheh ose çka paraqet realisht, paraqet vetëm vullnetin e kuvendit si tërësi, pra të 120 deputetëve se a e pranojnë rezultatin zgjedhor të certifikuar nga KQZ apo jo. Fatkeqësisht dje pam që disponimi ishte që si tërësi kuvendit ta refuzoj një gjë të tillë. Murati ka shtuar se dorëheqja do të ishte efektive nëse certifikimi i zgjedhjeve do të kryhej para datës 23 mars, kur qeverisë i ka mbaruar mandati. Pra dorëheqja si akt është i konsumuar me vetë përfundimin e mandatit me datën 23 mars. Neni 26, të cilit shpeshherë po i referohen disa, do të vlente, do të hynte në funksion vetëm në rastin kur ta zëm zgjedhjet janë marrë me 9 shkurt, KQZ-ja do të ishte më efektive dhe më shpejt në numrimin e votave dhe certifikimi i rezultateve ta zëm do të bëhej me 20 mars. Me datën 20 mars, qeveria ka qenë në mandat të plot, ende pa i skadu mandati, në atë rast do të duhej me dhonë dorëheqje. Por pas datës 23 mars, dorëheqja është e vetë kuptuar, deri në qeverinë Kurti 3 do të ketë qeveri Kurti 2, sepse nuk mund të ketë vakum institucional. Sa i përket pagave, ne pagat po besoj që do të vazhdojmë të marrim si qeveri në detyrë përderisa kryejmë këtë funksion, por gjithsesi mund të shohim edhe praktikat e kaluara, që po besoj reflektojnë të njëjtën. Murati u shpreh se disa prej komuniteteve jo serbe ishin dje jashtë sallës së kuvendit, duke diskutuar për koordinim në mes tyre. Pra nuk ka të bëj me shpërfaqe apo paraqitje të besimit apo mbështetjes. Raporti i Komisionit të Përkohshëm për verifikim korum dhe të mandateve të deputetëve të zgjedhur nuk ka kaluar të martën kur pritet të konstituohet Kuvendi i Kosovës. Kjo u bë për shkak edhe dështimit të seancës konstituive të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe punimet e së cilës u pezulluan. Zyra e rregullorit të energjisë të mërkurën ka aprovuar afatin e tarifave të reja për shtrejtimin e rrymës prej 16.1%. Me 5 vota për dhe asnjë kundër, bordi i ZRE-s e miratoi tarifat e reja për konsumatorët. Në mbledhjen e radhës të ZRE-s është bërë e ditur se konsumatorët do të furnizohen me energji elektrike me tarifat e reja që nga data 1 maj e këtij vitit deri me 31 mars të vitit 2026. E los bordin me shqyrtu dhe miratu tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me drejt furnizimin e shërbim universal që do të mbulohen nga data 1 maj 2025 me rritje lineare prej 16.1%
për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Kryesuesi i bordit të ZRE-s, Ymer Fejzullahu, tha se konsumatorët shtëpiak ose familjar dhe bizneset e vogla me qarkullim me më pak se 10 milion dhe më pak se 50 punëtor janë dy kategoritë që do të furnizohen me tarifa të reja 16.1% që nga 1 maj i këtij viti. Atëherë konstatoj që me 5 vota për aprovohen tarifat me pakicë për konsumatorët me shërbim universal, siç janë përcaktuar kriteret në legjislacionin primar. Gjithë konsumatorët që kanë të drejtë më furnizu me tarifa me shërbim universal janë konsumatorët shtëpiak ose familjar dhe bizneset e vogla me qarkullim më pak se 10 milion dhe më pak se 50 punëtor. Pra janë këto dy kategori që kanë të drejtë të furnizohen përmes furnizuesit me obligim shërbimit universal KESCO për periudhën tarifore 1 maj deri me 31 mars të vitit të ardhshëm. Në ditën kur zyra e rregullatorit të energjisë mbajti mbledhje për të vendosur për këtë çështje, drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë Kushtrim Ahmeti tha se rritja për çmim të energjisë elektrike në këtë kohë rrezikon vendet e punës. Veç të tjera, ai ngriti shqetësim edhe për procesin e shtrejtimit të energjisë elektrike. Ndikimi në dëshmitar ishte njëra prej arsyeve kryesore sipas prokurorisë së Hagës pse ishe prorët e UÇK-s duhet të mbahen në paraburgim. Intervistimi i dëshmitarëve ka përfunduar dhe zyra e prokurorit të specializuar e ka mbyllur çështjen e saj. Megjithatë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimit ju është vazhduar paraburgimi. Qerkini thotë se nëse trupi gjykues në proceset gjyqësore i zbaton drejt qëndrimet e gjykatës evropiane, atëherë masa e paraburgimit duhet të zëvendësohet me ndonjë mas tjetër. Mendoj se tash plotësohen të gjitha kushtet ligjore për zëvendësimin e masës së sigurisë, nga paraburgimi në një masë më të lehtë, mund të jetë arrest shtëpiak, mund të jetë masa paraqitjes në stacion policor, mund të jetë masa e ndalimit për t'u ofruar personave të caktuar, masa këto të cilat janë më të buta se masa paraburgimit. Për aplikimin e tyre tashmë janë plotësuar kushtet ligjore, nga se e vetmja arsye e cila i ka shërbyer trupit gjykues ta vazhdoi paraburgimin ka qenë rreziku i ndikimit në dëshmitar. Duke marrë parasysh faktin se prokuria e ka përfunduar rastin e saj, se nuk ka dëshmitar të prokurisë, mendoj se janë ndryshuar rrethanat e çdo ndryshim i rrethanave duhet të përcillet me zbutjen e masës së sigurisë, e që në këtë rast po i bie se masa paraburgimit duhet të zëvendësohet me ndonjë masë më të butë e cila është në funksion të arritjes së qëllimeve procedurale. Edhe monitoruesi i procesit gjyqësor të Hagës, Amer Alia, i konsideron se tashmë janë shuar të gjitha arsyet që të vazhdohet masa e paraburgimit, sidomos Veselit, Krasniqit dhe Selimit. Në fund të vitit të kaluar u ngrit edhe një akt akuzë ndaj ish-presidentit Thaçi në ndyshimin se pati përpjekje për ndikim në dëshmitar. Alia i konsideron se akuza e re e cila rëndon mbi ish-presidentin Hashim Thaçi e rëndon situatën e tij për të zëvendësuar masa e sigurisë, nga ajo e paraburgimit në ndonjë masë më të lehtë. Pas përfundimit të 15 prillit, sigurisht që jemi në një situatë tjetër të shqyrtimit kryesor, sigurisht që më prokuroria nuk do ta ketë si opsion që në kërkesat për vazhdimin e paraburgimit ta përdor që të dyshuarit në rast se lihen në liri apo i zbutet masa e sigurisë mund të ndikojnë tek provat apo tek dëshmitarët, për arsye se tani më pas përfundimit të këtij afati më nuk do ta ketë këtë arsyetim për vazhdimin e masës. Sigurisht që këtë moment do ta shfrytëzojnë edhe avokatët mbrojtës, sigurisht që do të kërkojnë që masa e sigurisë të zbutet për të paraburgosurit, për arsye se tani 4 vite të njëjtit gjenden në masën e sigurisë. Në të kaluarën gjithmonë të akuzuarit për krimet e luftës apo pjesëtarët e UÇK-s herë janë kërkuar nga organet e ndjekjes, të njëjtit gjithmonë janë përgjigjur pozitivisht
pozitivisht ftesave. Ishe prorët e UÇK-s mbahen në qendrën e paraburgimit në Hag prej nëntorit të vitit 2020. Prokuroria i akuzoi ata për krime të pretenduara të luftës, për çka secili prej tyre është deklaruar i pafajshëm në fillim të procesit gjyqësor në vitin 2023. Avukati kryesor i tha që se me 2 prill ishe prorët e UÇK-s janë mbajtur në paraburgim për një kohë jashtëzakonisht të gjatë.